Në prag të zgjedhjeve lokale, Aleanca Kombëtare për Integrim zhvilloi takim me Forumin e Gruas në Gostivar, ku theksua roli i pazëvendësueshëm i grave në jetën politike dhe shoqërore të qytetit. Ky takim i shënua si një prej ngjarjeve me domethënëse të fushatës, duke vënë në qendër përfaqësimin e grave dhe angazhimin e tyre në vendimarrje. Kryetari aktual i komunës së Gostivarit dhe kandidati për një mandat të dytë nga Aleanca Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, nënvizoi vendosmërinë e tij për të rritur përfaqësimin e grave në pozita udhëheqëse. Ai gjithashtu foli për rëndësinë e bashkimit politik të shqiptarëve dhe theksoi se këto zgjedhje përbëjnë një moment historik. Një prej vendimeve të cilën e mora ishte që në Gostivar, në historinë e një ndërmarrje publike, tani për herë të parë udhëheq një grua dhe unë jam i bindur dhe e shoh se me shumë sukses e udhëheq ndërmarrje me një. Andaj jam shumë i bindur se në të ardhmen këto pozita për gratë do të shtohen. Sa i përket proceseve politike, thonë që ne shqiptarët humbëm shumë në këto 15-16 muaj, por ashtu si thonë në çdo punë ka nga një të mirë apo një hajër. Dhe besoj që këtë vit puna më e mirë të cilën e solli kjo situatë është që i uli bashkë liderët tanë dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi sot ne e kemi Aleancën Kombëtare për Integrim. Aleancë e cila besoj se më 19 tetor do të dërgojë një mesazh shumë të qartë se kështu nuk mundet më. Edhe besoj që bashkë me ju, si forum, si një ndër shtyllat më kryesore të beslidhjes tonë, do të takorim fitoren e madhe më 19 tetor. Valdet Xhaferi bartës i listës së këshilltarëve për komunën e Gostivarit nga Aleanca Kombëtare për Integrim bëri thirrje për mbështetje masive për Valbon Limanin, duke e konsideruar atë simbol të barazisë dhe përparimit social. 19 tetori dhe ky event ka një qëllim jashtëzakonisht fisnik. Udhëheqësit tanë kanë shtrirë dorën e bashkimit, të unifikimit e të forcimit të shqiptarëve në përgjithësi. Ne sonte jemi përpara jush, që t'ju lusim që të përcjellim këtë porosi jashtëzakonisht të rëndësishme në çdo shtëpi i Gostivaras. Dhe këtë mesazh dhe sensibilizim në formën më të mirë të mundshme mund ta bëj trungu dhe arteria jonë, pra është gruaja shqiptare. Andaj, ju lusim që deri me 19 tetor të trokasim bashkarisht në çdo derë dhe që të sqarojmë e bisedojmë me të gjithë Gostivarasit cili është qëllimi ynë dhe pse këto zgjedhje kanë formën e referendumit. Andaj, dua që nga sonte t'ju ftoj të gjithë bashkarisht të rrethojmë numrin 4, të votojmë doktorin Valbon Limani, kandidatin tonë për kryetar komune, për arsye se vota për Valbonin është votë për barazi, është votë për rezistencë, është votë për ndeshmëri dhe është votë për mirëqenie më të mirë familjare në qytetin tonë. Në takim folje dhe Arta Bilali Zendeli, sekretare për mundësi të barabarta pranë BDI-s, e cila kërkoi që kërkesat dhe nevojat e grave të merren gjithmonë parasysh në hartimin e politikave lokale. Nderuar Valbon Limani, nderuar Valdet Xhaferi, do t'ju kisha porositur që të mos i harroni kur hallet, vërejtjet, sugjerimet, këshillat, po madje edhe kritikat e nënave, grave, zonjave, motrave nga Gostivari. Sepse pushteti lokal në mënyrë të drejtë për drejtë i prek për ditëshmërinë e grave. Një dërgim i fëmijës në shkollë, që është një politikë lokale, prek për ditëshmërinë e një gruaje. Prandaj, si arkitekt të mirë që masin tokën para se ta bën godinën, ju lus edhe juve që para se të projektoni një Gostivar të pas 4 viteve të ardhshme, ti matni mirë edhe kërkesat dhe nevojat e këtyre zonjave të pranishme të cilat ju kanë nderuar sonte. Ndërkohë Elfete Ismaili, kryetare Asamblesë së Gruas pranë Aleancës për Shqiptarët, vlerësoi mobilizimin e grave si garanci për fitore të thellë të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim në Gostivar. Valbon të dëshiroj shëndet, të dëshiroj suksese,
njashtu së bashku edhe me zotri Valdetin, të cilët jeni të përkryer në gjitha aspektet. Faleminderit që ne jemi pjesë e juja, që ne jemi mbështetës i tuj, që ne kemi kurajo, po dhe ju na jepni më tepër kurajo për të vazhduar. Faleminderit që sonte je prezent kryeministri joni i parë, Republikën e Maqedonisë Veriut. Është nësi që gjithë bashkarisht këtë darkë e bojë më të mirë. Shëndet, suksese dhe gostivarin e prifte mbara me fitore 3-1. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët dhe njërësh njëri nga liderët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Arben Taravari, theksoi se këto zgjedhje janë një plebishit për të ardhmen politike të shqiptarëve dhe për drejtësinë shoqërore. Këto zgjedhje nuk janë vetëm zgjedhje, po këto zgjedhje janë plebishit kombëtar. Prandaj ju lutem bashkëbisedoni me të gjithë me të cilët do të keni komunikim në periudhën e ardhshme dhe tregoni se votat që japin dy kundër kandidatëve të Valbonit dhe Valdetit thjesht kanë dalë prej VMRO-s për të kriju këtu të shkojnë disa vota ifna, të shkojnë kot. Mos i lejmë ta shkojnë votat kot, le të shkojnë aty ku duhet, le të mbushet tesari ashtu si duhet dhe kompletat tesar e dërgojmë në qeveri ta shohë kryeministri se ku është kredibiliteti politik. Takimi organizuar nga forumet e grave të partive përkatëse të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim në Gostivar. Vlen të theksohet se nga 23 kandidatët për këshilltar të Aleancës Kombëtare për Integrim në Këshillin Komunal të Gostivarit, gjysma janë gra.